Pamje të reja nga momentet para ekzekutimit të biznesmenit Mon Mahala, ngjarje ndodhur në mbrëmjen e 30 nëntorit në Elbasan, janë publikuar së fundmi nga mediat. Regjistrimet e kamerave të sigurisë shihet i dyshuari kryesor Marcelo Ariani, teksa hyn në parkim merr një automjet të tipit Audi, mjet që besohet se është përdorur në atentat dhe më pas largohet me shpejtësi. Mahalla u qellua për vdekje brenda makinës së tij, ndërsa hetimet paraprake sugjerojnë se vrasja lidhet me konflikte të forta për ndarjen e fitimeve në biznes. Burime pranë në grupit e timor pojnë se përplasjet e fundit mes viktimës dhe ortakut të tij, Gino Ago, 32 vjeç, kanë pasur pikërisht këtë motiv. Një ditë pas ngjarjes, policia arrestoi Agon, i dyshuar si bashkëpunëtor si dhe rojën e karburantit ku ndodhi atentati Kujtim Pisha, 52 vjeç, i akuzuar për moskazim krimi. Ndërkohë në kërkim u shpalla Marcelo Ajani, 32 vjeç nga Elbasani, Armando Kola, 35 vjeç nga Lasçi, të konsideruar si autorët kryesorë të ekzekutimit. Të dy akuzohet për vrasje me paramendim kryer në bashkëpunim, si dhe armbajtje pa leje. Gjatë të mërkurës u prangos dhe një i treti përfshirë në ngjarje, Nevzat Spao, 29 vjeç, ndërsa policia pritet të saksojë rolin e tij në këtë atentat. Nga hetimet rezulton se automjeti Audi përdorur nga autorët është në pronësi të Gino Agos, i cili ja kishte lënë për përdorim Marcelo Ajanit. Kërkimet dhe verifikimet vijojnë, ndërsa grupet timor po shqyrtojnë të gjitha pistat për të sqaruar plotësisht dinamikën dhe motivin e kësaj ngjarje që të nditi Elbasanin.